Sot është ditëlindja e yllit të muzikës shqiptare Vaçezela, që lindi më 7 prill 1939 në Lushnjë. Bashkia Lushnjë nuk ka organizuar asnjë aktivitet për këngëtaren e madhe lushnjare dhe shqiptare. Është mjaftuar vetëm me një postim në rrjetet sociale. Por janë qytetarët lushnjarë ata që nuk harrojnë. Kur kujtojnë Vaçezelën, të gjithë pavarësisht moshës, fillojnë të këndojnë këngët e saj. Ishte dhe është zëri i këtij qyteti, zëri i njerëzve të saj që e kujtojnë edhe sot me nostalgji. Ikona e skenës shqiptare filloi karrierën në moshë të re me meloditë e para që i këndoi në shtëpinë e saj në qendër të Lushnjës. Të parët që zbuluan talentin e Vaçes ishin mësuesit e shkollës 7 vjeçare në Lushnjë. Provoi të studionte në liceun artistik, por nuk i arriti. Ndoqi gjimnazin Qemal Stafa, por talenti i saj shpejt do të binte në sy. U emërua fillimisht këngëtare në estradën e ushtrisë, më pas në atë të shtetit dhe së fundi në ansamblin e këngëve dhe vallëve popullore. Në vitin 1962 ishte e para që fitoi festivalin e këngës. Me këngën Fëmia i parë, ajo dëshmoi se një idhull i muzikës po linte atë mbrëmje të 26 dhjetorit të vitit 1962, kur ishte vetëm 23 vjeçe. Repertori i saj është shumë i pasur, numërohen me 10 këngë popullore, të lehta, kantata, balada e të tjerë. Ajo ka një kontribut të rëndësishëm dhe në muzikën e filmit, ku ka interpretuar shumë këngë si pjesë e muzikës së filmave. Fituese 12 herë festivalit, Vaçja fitoi famë gjatë epokës komuniste dhe ju dha titulli artisti merituar në vitin 1973 dhe artisti popullit në vitin 1977. Vaçezela është larguar përfundimisht prej skenës në vitin 1992. Ajo ishte martuar me Pjetër Rodiqin dhe së bashku ata kanë vajzën Irma, që nga vitin 2002 Zela jetoi me burrin e saj në Bazel të Zvicrës, për të marrë kujdesin më të mirë shëndetësor, ndërkohë që për jetën atje shkroi një libër. Ajo është vetmja femër shqiptare e ndërruar në të gjallë me urdhrin deri kombit më 24 dhjetor 2002 nga presidenti Alfred Mojsiu, me arsyeën për vlerat e rralla si artiste e shquar, me popularitet të jashtëzakonshëm për interpretimin mjeshtëror të këngës së muzikës së lehtë dhe asaj popullore, për pasurinë e vyer që krijoi në shkollën shqiptare të interpretimit muzikor. Vaçezela ndërroi jetë më 6 shkurt 2014 në Bazel në Zvicër.